fillimisht si çdo ditë do të shohim ecurinë e tregjeve përgjatë ditës së sotme. Do ta nisim me tregun e brendshëm valutor, ku vije trem një dobësim i lehtë i lekut përballë monedhave kryesore ndërkombëtare dhe kryesisht kjo vjen për shkak të ndryshimeve në tregje ndërkombëtare. Dollari ka tentuar të rikuperojë një pjesë të humbjeve që ka realizuar të paktën përgjatë 2 javëve të fundit, si pasojë e politikave të paqarta të Donald Trump, por në anën tjetër edhe planit të shpenzimeve prej 500 miliard euro të prezantuar nga partitë e koalicionit në Gjermani, të cilat me shumë mundësi do të qeverisin ekonominë më të madhe në botë. Kjo ka mbështetur monedhën europiane duke e ngjitur pranë nivelit të 1.09 në raport me dollarin amerikan. Por fillimisht në tregun e brendshëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98, dollari blihet me 90.8, shitet me 92 lekë, duke u rritur lehtë vetëm në blerje. Ndërkohë moneda europiane fitoi disa qindarka në raport me lekun ditën e djeshme, duke ju afruar më shumë nivelit mesatar të 100 lekëve. Sipas Iliria 98, euro blihet me 99 dhe shitet me 99.7 lekë. Franga zvicerane blihet me 102.5, shitet me 104 lekë në rënje të lehtë në blerje, që do të thotë se është zgjeruar më tej marzhi i tregtimit ose spredi i kësaj monedhe, pra diferenca midis çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes. Paundi britanik blihet me 117.2 dhe shitet me 118.4 lekë në rritje si në blerje ashtu edhe në shitje. Ndërkohë dollari kanadez blihet me 62.6 dhe shitet me 65 lekë, ndërsa dollari australian blihet me 56.7 dhe shitet me 58 lekë në rritje të lehtë vetëm në blerje. Jeni japonez është i pandryshuar, blihet me 0.6, shitet me 0.63 lekë, pavarësisht se në tregje ndërkombëtare jeni është forcuar ndjeshëm përballë dollarit amerikan dhe po qëndron në nivelin më të lartë në thuajse 4 muajt e fundit. Ndërkohë lira turke blihet me 2.41, shitet me 2.55 lekë, është rritur lehtë vetëm në shitje. Për sa i përket dinarit maqedonas, kjo monedhë blihet me 1.56 dhe shitet me 1.62 lekë. Në ecurinë e rublës ruse kemi të bëjmë me një qëndrueshmëri. Rubla blihet me 0.8, shitet me 1.01 lekë dhe së fundmi juani kinez blihet me 11.46, shitet me 12.72 lekë në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm. Ndërkohë në tregje ndërkombëtare, dollari vjen qëndroi pranë nivelit të ulët në thuajse 4 muajt e fundit përballë shportës me 6 monedat kryesore ndërkombëtare, megjithatë ka fituar disa pikë përballë dollarit kanadez. Investitorët vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Bashkimin Evropian, sepse në mënyrë të veçantë në SBA ka paqartësi të mëdha në lidhje me politikat që po ndjek presidenti Donald Trump. Ditën e djeshme ai njoftoi një dyvishim të tarifave për çelikun dhe aluminin që importohet nga Kanadaja, duke çuar tarifën në 50% dhe kjo ka rritur më tej tensionet dhe shqetësimet për një luftë tregtare midis dy fqinjve që gjithmonë kanë qenë aleat. Aktualisht euro ka rënë lehtë me 0.03% përballë dollarit amerikan dhe këmbehet me 1.0915 dollar, megjithatë euro vjen qëndroi pranë nivelit të lartë në thuajse 4 muajt e fundit, pavarësisht një rënje të lehtë në sesionin e sotëm. Euro të paktën në 2 javët e fundit është mbështetur nga plani i prezantuar në Gjermani nga 2 partitë e koalicionit që do të qeverisin, plani prej 500 miliard eurosh, i cili do të shkojë për investime në infrastrukturë, por njëkohësisht edhe shpenzime në mbrojtje. Gjermania ka hapësira të mëdha fiskale, sepse ka qenë shumë kursimtare për gjatë viteve, për gjatë dekadave dhe ka mundësi të marrë borxh në tregjet ndërkombëtare. Ndërkohë paundi britanik ka humbur 0.1% vlerës përballë dollarit amerikan, një paund këmbehet me 1.2933 dollar. Në raport me frangën, dollari ka rënë me 0.08%, këmbehet me 0.8818 franga, ndërsa dollari australian është në rënje me 0.05%, këmbehet me 0.6295 dollar amerikan. Dollari kanadez ka rënë me 0.03%, këmbehet me 0.6924 dollar amerikan, po qëndron në nivelin të ulët në thuajse një javë. Dollari kanadez këmbehet me 0.6924 dollar amerikan dhe në raport me jenin,
Dollari është rritur me 0,35% vlerës ku votohet në 148,29 yen mesatarisht. Në tregun e kriptomonedave vjet re një qëndrueshmëri përgjatë ditës së sotme, megjithatë Bitcoin pas humbjeve që realizoi ditën e djeshme, sot është ngjitur sërish pranë nivelit të $82,000 pavarësisht se po qëndron në rënje të lehtë. Megjithatë, lajmi i mirë është që tregu po stabilizohet gradualisht pranë niveleve që ne po shohim. Të paktën në terma fatmesëm, Bitcoin nuk do të prek nivelet që pam në fillim të vitit prej $109,000 për çdo njësi Bitcoin të tregtuar që ishte niveli më i lartë në histori. Investitorët u zhgënjyen nga plani i Donald Trump në momentin që ai firmosi urdhrin ekzekutiv për ngritjen e rezervave strategjike të aseteve digjitale, duke përfshirë këtu edhe Bitcoin. Nuk parashikohen blerje të reja në tregje, por ato Bitcoin, ato kriptomoneda që autoritetet amerikane kanë sekuestruar për gjatë viteve, do të përdoren për të ngritur këtë rezervë strategjike në SBA. Bitcoin aktualisht ka humbur 0,12% të vlerës ku votohet në $82,712,74, edhe Ethereum ka rënë me 0,37%, ku votohet në $1,929,78 për të dytin sesion me radhë. Ethereum po qëndron poshtë nivelit të $2,000 që cilësohet si nivel i rezistencës. Vetëm Ripple është në rritje me 1,69%, ku votohet shumë pra nivelit të $2,23. Litecoin ka rënë me 1,3%, këmbehet mesatarisht me $90,29 dhe Bitcoin Cash është në rënje me 1,69%, ku votohet në $338,58 për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë për sa i përket ecurisë së tregut të naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rritje të lehtë në sesionin e sotëm, megjithatë Brendi i Londrës vjen tregtohet pra nivelin të ulët në të paktën 5 muajt e fundit. Aktualisht Brendi i Londrës ka fituar 0,6% të vlerës, tregtohet shumë pra nivelit të $70.02 poshtë këtij niveli. Edhe nafta bruto amerikane është në rritje me 0,72%, ku votohet në $66,73. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka rënë lehtë me 0,04% dhe ku votohet në $653,13 për tonë. Në lidhje me tregun e naftës, investitorët do të vjojnë të jenë të fokusuar tek bisedimet për paqe në Ukrainë ditën e djeshme në Arabinë Saudite. Sekretari Amerikan i Shtetit, zoti Rubio, së bashku me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, zhvilluar një takim rand dakord për një marrëveshje armë pushimi 30 ditore dhe tashmë kjo marrëveshje duhet të pranohet edhe nga Moska zyrtare në mënyrë që të arrihet armë pushimi midis Rusisë dhe Ukrainës dhe në të njëjtën kohë do të vijojnë bisedimet për të arritur marrëveshjen e paqes dhe për t'i dhënë fund luftës. Edhe në këtë takim të zhvilluar ditën e djeshme nuk ishin të pranishëm liderët e Bashkimit Evropian dhe kjo ka krijuar një ndasi akoma më të madhe midis Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dy aleat historik që përveç bashkëpunimit ekonomik janë aleat edhe në aleancën e Atlantikut të Veriut, në aleancën transatlantike në NATO. Ndërkohë për sa i përket ecurisë së tregut metaleve të çmuara, për gjatë ditës së sotme vjet re një rritje lehtë dhe duket se ari ka gjetur një stabilitet mbi nivelin e $2.900, ka fituar 0,13% të vlerës dhe ku votohet në $2.924,8 për onzë. Argjendi është rritur me 0,87%, kotohet në $33,44, ndërsa platini është rritur me 1,64% të vlerës dhe kotohet në $995,7 për onzë. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e tregut të aksioneve, ku vjet re një divergjencë e madhe midis ecurisë së bursave europiane dhe ecurisë së tregjeve amerikane të kapitalit. Në Shtetet e Bashkuara tregu po përballet me një shitje masive, ndërsa në Europë po ndodhe kundërta, gradualisht bursat po rikuperojnë terren. Dhe kjo tregon njëkohësisht besimin e investitorëve, pra një besim më i lartë në Europë krahasuar me besimin në Amerikën e sotme të Donald Trump. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 0,19 dhe 0,78%, CAC 40 i Parisit dhe indeksi zyriju CMI
janë në rritje me 0,76 dhe 1,16% dhe FTSE MIBI i Milanos ka fituar 0,86% të vlerës. Për sa i përket ecurisë të tre indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar, vijon tendenca në rënje për të tretin sesion me radhë, megjithatë në mas më të vogël krahasuar me ditën e hënë. Dow Jones ka rënë me 1,14%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë mbyllur në rënje me 0,18 dhe 0,76% të vlerës. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku Siemens Energy kryeson fitimet në rritje me 4,33%, Heidelberg Materials, Allianz, Deutsche Bank dhe Commerzbank ka fituar nga 1,33 deri në 2,07%. Dhe së fundmi në kompanitë që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, Porsche ka rënë me 4,08%, Adidas, Henkel, Daimler Truck dhe Zalando gjithashtu janë në rënje nga 0,62 deri në 1,3% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.